Dhe ja fillojmë sot me një informacion mjaft interesante, cili ka të bëjë me Egli Takon. Kemi pak për të rikthyer, atëherë Egli, për ata që se kanë marrë vesh, që besoj nuk ka ngelur njëri pa e marrë vesh, vendosi të largohet nga shtëpia e Big Brotherit si pasojë e gjendjes së saj shëndetësore psikologjike. Mirë, po pas daljes së saj, ajo ka bërë një shkëputje dhe nuk ka marrë vesh njëri ku është Egli, çfarë bën Egli. I vetmi moment kur ajo ka reaguar ka qenë pas daljes së saj, ku ka treguar, ka falenderuar personat të cilët e kanë mbështetur dhe ka thënë se i nevojitej pak kohë me familjen. Tani, Egli është menduar të fshihet, po sytë e publikut janë kudo. Dhe Egli momentalisht gjendet në Palas. Ka zgjedhur jugun e Shqipërisë, ajo duket në një foto së bashku me një mikesh të saj, ku ka vënë kapele, syze që mos të duket, sepse është normale, besoj që do pak distancë nga publiku. Ne shpresojmë që ajo të jetë mirë dhe të rimëkëmbet gjendja e saj emocionale, dhe pse jo edhe të reagoj dhe të na tregoj se si po ja kalon.